Zoti Xhafa, opinioni publik do të di se cilat janë aktualisht përgatitjet e Partisë Socialiste, partia më e madhe e opozitës, për zgjedhjet e 8 majit për pushtetin vendor. Në çfarë janë këto përgatitje tuaja nga pikpamja strukturore pra të komisioneve? Procesi zgjedhor është një proces i cili është vlerësuar seriozisht nga strukturat politike të partisë, nga nivelet më të ulta deri tek nivelet më të larta vendimarrëse, të cilat ka zhvilluar një proces parapërgatitor, shumë serioz, shumë përgjegjshëm, përmes një demokracie të brendshme, ka pasur një diskutim lidhur me kandidaturat përfaqësuese, lidhur me organizimin e procesit dhe një sër hapash të tjera domosdoshme që janë përgatitje për një procesi normal. Por përkundër këtij vullneti politik të shprehur nga Partia Socialiste, Ministria e Brendshme përmes Drejtorisë Përgjithshme të Gjendjeve Civileve, e cila është duke tentuar të manipulojë listat zgjedhore. Ju mund të jeni ndjeni të faktit që ka pasur shumë prova të dhëna nga ne në mënyrë publike, por dhe njësër prova që ju janë bërë të njohura vetë institucionet shtetërore dhe partnerët tanë ndërkombëtar, mbi njësër deformimes që po i bëhen listës zgjedhore. Zoti Xhafa, cilat kanë qenë konkretisht komunikimet tuaja të fundit me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? Si do zgjidhet pra dhe kur do zgjidhet problemi i komisionerëve socialistë me gjithë vonesën që u shkaktuan paraqitjen e këtyre listave? Komunikimi ynë me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është komunikim institucional. Ne kemi së paku rreth 10 ditë që kemi dërguar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve përfaqësuesin tanë për të emëruar në komisionet zonale. Në kundërshtim të hapur me ligjin, në kundërshtim të hapur me procedurat e saj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i ka futur ende në rendin e ditës. Kryetari i këtij komisioni, Zoti Arben Ristani, nuk ka mbledhur Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që t'i marrin shqyrtim dhe të vendosi përfshirjen e tyre në komisionet zonale zgjedhore. Duhet të kuptojmë një gjë. Kjo nuk është një drejt që na i jep mazhoranca. Kjo nuk është një drejt që na i fal qeveria. Kjo nuk është një drejt që na i bën dhuratë Sali Berisha dhe na i ekzekuton Arben Ristani. Kjo është një drejt kushtetuese, kjo është një drejt që na i jep ligji Partisë Socialiste si subjekt zgjedhor. Qeveria, Kryeministri, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke ja mohuar opozitës këtë të drejtë të rëndësishme. Dhe ne kemi informacionet të plota nga burimet të besueshme se është personalisht Kryeministri i cili nëpërmjet kabinetit të tij ka udhëzuar zotin Ristani ta avonoj sa më shumë të proces për qëllime politike të qeverisë, duke evonuar këtë proces në mënyrë që komisionet zonale zgjedhore mund të vazhdojnë bëjnë gjërat mbrapshta në kurisë të procesit. Zgjedhjet janë në rrezik. Qeveria është duke tentuar përsëri për t'i manipuluar dhe me qëllim deformimin e rezultatit zgjedhor. Shenjat e para janë të dukshme. Janë ato që lidhen me listat zgjedhore, janë ato që lidhen me administrimin e procesit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nga KZAZ-t e emëruara të Partisë Demokratike, janë dhe nga keqpërdorimi që ka filluar t'i bëj aseteve, burimeve qeveritare, publike, qeveria që në fillim të këtij procesi. Këto probleme do t'i ngrini dhe në tryezën shumë partijake, nuk besoj se do mungoni, apo jo, keni dhënë deklarata që do shkoni atje, do merrni pjesë. Pa dyshim, ne jemi shprehur që pro pjesëmarrjes në një tryezë ku dialogohet për çështjet e procesit, pavarësisht se jemi të bindur që kjo është një tryezë shumë e vonuar, është një tryezë e sajuar, edhe për shkak për t'ju treguar partnerëve ndërkombëtarë dhe vizitave ndërkombëtare që janë gjatë kësaj jave, që ja ne mazhoranca kemi vullnetin për të diskutuar, për të dialoguar për çështjet e tyre, dhe nga ana tjetër mund të them që është një ftesë hipokrite. Është një ftesë hipokrite sepse të gjitha këto që tham pak më lart nuk janë gjë tjetër veçse veprime të institucioneve shtetërore që dominohen, që kontrollohen, që emërohen nga mazhoranca. Pra, mazhoranca nga njëra anë bën ftesë për dialog, për bashkëpunim, për standarde dhe nga ana tjetër është duke hedhur hapa që e minojnë procesin. Këto janë dy gjëra që nuk qëndrojnë. Zoti Xhafa, faleminderit. Faleminderit juve.